Kapitulli, festa e jetës. Kur të tjerët ndalen, ti festo jetën. Të gjithë njerëzit, pa përjashtim, kanë ditëlindjen e tyre, një ditë kur gjithçka rrotullohet rreth tyre dhe gjithçka duket më e bukur. Por, në fakt, çdo ditë që ngrihesh nga shtrati, çdo ditë që mund të marrësh frymë, është një arsye për të festuar. Dhe, megjithatë, shumica presin një datë të caktuar për të ndjerë gëzim. Ndërsa vitet kalojnë, lodhja na mbërthen. Jeta bëhet një zinxhir detyrimesh, një kalvar dështimesh dhe shpesh, edhe një rrugë e mbushur me shgënjime. Për shumë kënd, urimet e ditëlindjes nuk janë më të njëjta. Janë thjesht një formalitet, një happy birthday që thuhet shpejt dhe harrohet më shpejt. Por, mos harro, festa është zgjedhje. Gëzimi është zgjedhje. Shëndeti është zgjedhje. Nuk ka rëndësi sa i lodhur ndihesh, as sa vjeç je, e as sa pak të kanë uruar të tjerët. Je ende gjallë dhe kjo është një fitore më vete. Ke ende kohë për të ndërtuar, për të dashur, për të qeshur. Ke ende kohë për të ndriçuar ditën e dikujt tjetër. Nuk ka nevojë të presësh një datë të caktuar për të festuar jetën. Çdo ditë është ditëlindja jote, dita kur ti zgjedh të jetosh. Dita kur ti refuzon të dorëzohesh përballë lodhjes, përballë dëshpërimit, përballë atyre që nuk të kuptojnë. Kur njeriu zgjedh të festojë çdo ditë si ditëlindjen e tij, ai nuk është më viktimë e rrethanave. Ai bëhet ai që ndriçon edhe në errësirë. Ai bëhet simbol i gëzimit dhe i dashurisë për jetën. Ai bëhet frymëzim për të tjerët. Thënie. Kur zgjedh të festosh jetën çdo ditë, nuk pret dhurata, je vetë dhurata. Mbyllje kapitulli. Mos prit që të tjerët të thonë happy birthday për të ndjerë gëzim. Jeta jote është një festë që nuk duhet të ndalet. Sot është dita për ta kuptuar që çdo ditë që jeton është një arsye për të festuar. Sot është dita për të mos u ndalur. Sepse jeta nuk pret, as ti mos prit. Dhe askush nuk të detyron të mbetesh i mërzitur, veç vetes tënde.